Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin e orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Vetëm gjatë orëve të mbrëmjes mundën të vijen nën kontroll zjarret që përfshin pasditën e hënë Finishin dhe Delvinën. Puna e forcave në terren dhe ndërhyrja nga ajri e 3 helikopterëve bën të mundur frenimin e përparimit të flakëve dhe largimin e rrezikut të drejt për banesat. Pasditën e së hënës, disa fshatra të Finiqit dhe Delvinës u përballën me një situatë të vështirë për shkak të zjarreve, ndërsa flakët u përhapën me shpejtësi dhe ju afruan zonave të banuara. Zjarri u shfaq fillimisht në pjesën kodrinore të Matomares, por favorizuar dhe nga kushtet e motit, flakët nisën të përparonin me shpejtësi në drejtim të zonave të banuara. Situata u bë veçanërisht shqetësuese pasi zjarri ju afrua banesave, duke rrezikuar pronat dhe duke detyruar banorët të përballeshin me një situatë të pazakonte të frikshme. Më kritike gjendja u paraqit në fshatrat Kostar dhe Mesopotam. Flakët arritën deri në afërsitë të banesave dhe në disa raste hynë dhe në oborret e shtëpive. Pamjet nga terreni tregojnë për masat e zjarrit dhe distancën e vogël me banesat, ndërsa banorët u përballën me rrezikun që flakët të përhapeshin më tej. I rrezikuar ishte edhe fshati Vllahat, ku forcat zjarfikse u pozicionuan pranë banesave për të parandaluar avancimin e flakëve drejt zonës së banuar. Në terren u angazhuan një numër i konsiderueshëm forcash dhe mjetesh, ndërsa policia u përfshi në menaxhimin e situatës dhe në evakuimin e banorëve nga zonat më të rrezikuara. Për shuarjen e zjarrit në Kostar të Finiqit u angazhuan dhe 3 helikopterë, të cilët ndërhyn nga ajri në përpjekje për të frenuar përhapjen e flakëve. Ndërhyrja nga ajri u kombinua me punën e ekipeve zjarfikse në terren dhe forcave të policisë, të cilat u përqendruan në mbrojtjen e banesave dhe garantimin e sigurisë së banorëve. Situata u përkeqësua gjatë pasdites teksa zjarri vijoi të avanconte dhe u afrua gjithnjë më shumë pranë shtëpive. Për disa orë vatra paraqiti rrezik serioz për zonat e banuara, ndërsa era favorizoi përhapjen e flakëve. Përballë kësaj situate, forcat zjarfikse vijuan ndërhyrje në disa pika, ndërsa helikopterët kryen hedhje të njëpasnjëshme të ujit mbi batrat aktive. Paralelisht, forcat e policisë monitoruan zonat e rrezikuara dhe u angazhuan për largimin e banorëve aty ku situata e kërkonte. Pas disa orësh ndërhyrje intensive, gjatë mbrëmjes situata nisi të vijej nën kontroll. Puna e forcave në terren dhe ndërhyrja nga ajri bën të mundur frenimin e përparimit të flakëve dhe largimin e rrezikut të drejt për banesat. Megjithatë, pas shuarjes së batrave kryesore, ekipet e emergjencave vijuan monitorimin e zonës për të parandaluar riaktivizimin e zjarrit, ndërsa mbeti në vëzhgim territori i prekur nga flakë. Zjarri së hënës riktheu edhe një herë shqetësimin për rrezikun që paraqesin batrat e zjarrit gjatë sezonit të verës, veçanërisht kur ato shfaqen pranë fshatrave dhe zonave të banuara. Në këtë rast, ndërhyrja e shpejtë e forcave zjarfikse, policisë dhe mjeteve ajrore bën të mundur që flakët të mos përparonin më tej drejt banesave. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë efektivët, pilotët, zjarfiksit dhe pjesëtarët e forcave të armatosura, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin e tyre në vijën e parë të operacionit për shuarjen e zjarreve. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka dhënë lajmin e mirë se falëndërhyrjes së forcave të armatosura dhe pilotëve të forcave ajrore, zjarret në Delvin dhe Finish janë vendosur nën kontroll. Ai theksoi se 3 helikopterë kanë vepruar njëkohësisht dhe kanë izoluar flakët duke bërë të mundur shuarjen e tyre dhe situata u vënë nën kontroll. Nufi shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë efektivët, pilotët, zjarfiksi dhe pjesëtarët e forcave të armatosura, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin e tyre në vijën e parë të operacionit për shuarjen e zjarreve. Punë e jashtëzakonshme e pilotëve të forcave ajrore me ndërhyrjen e 3 helikopterëve njëkohësisht dhe të gjithë efektivëve të angazhuar në izolimin dhe shuarjen e zjarrit në territorin e bashkive Delvin dhe Finish. Në koordinimin e agjensive kombëtare të mbrojtjes civile dhe punës së palodhur të forcave të armatosura, si dhe bashkërendimit të strukturave vendore dhe qendrore, situata është vënë nën kontroll. Çdo ndërhyrje, çdo fluturim, çdo minutë ka një mision: të mbrojmë jetën, banesat dhe natyrën. Mirënjohje dhe respekt për çdo efektiv, pilot, zjarfikës dhe pjesëtar të forcave të armatosura që me profesionalizëm, guxim dhe përkushtim ishin dhe vazhdojnë të jenë në vijën e parë të këtij operacioni, shkruan ministri.
Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me strukturat e pushtetit vendor kanë ndërmarrë ditën e sotme një aksion për prishjen e disa objekteve të ndërtuara mbi një kanal në lagjen Kushtrimi. Aksioni synon lirimin e kanalit për të mundësuar pastrimin dhe funksionimin normal të tij. Ka nisur në qytetin e Vlorës shembja objekteve të cilat gjenden mbi kanalet kulluese. Një tjetër objekt është shembur përgjatë kësaj të marte në lagjen Kushtrimi. Bëhet fjalë për godinën e një marketi e cila ndodhej mbi kanalin kullues në Rrugën e Re. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me strukturat e pushtetit vendor ka vijuar aksionin për lirimin e kanaleve kulluese nga ndërtimet që pengojnë funksionimin e tyre. Gjatë kësaj të marte, hadromat kanë ndërhyrë në lagjen Kushtrimi, ku po shembet një tjetër objekt i ngritur mbi kanalin kullues së zonës. Bëhet fjalë për një objekt të tipit market, i cili sipas autoriteteve nuk disponon dokumentacion të rregull pronësie. Shembja e tij synon të hapë rrugë rihabilitimit të kanalit kullues dhe rikthimit të funksionit të plotë të tij, me qëllim përmirësimin e sistemit të kullimit në këtë zonë të qytetit. Ky nuk është rasti i parë. Prej nisjes së projektit janë shembur edhe objekte të tjera të ndërtuara mbi të njëjtin kanal përgjatë gjithë gjatësisë së tij, nga zona kodrinore mbi spitalin rajonal e deri në derdhje në hidrovor. Sipas institucioneve, këto ndërhyrje janë të domosdoshme për të eliminuar pengesat që ndër vite kanë kufizuar rrjedhën normale të ujrave. Aksioni është pjesë e një projekti më të gjerë për pastrimin, sistemimin dhe rehabilitimin e kanaleve kulluese në qytet. Ky investim synon të reduktojë rrezikun e përmbytjeve, një problem i përsëritur ndër vite në Vlorë, veçanërisht gjatë rreshjeve intensive, duke rritur sigurinë për banorët dhe duke përmirësuar infrastrukturën e kullimit. Një aksident i rënd në Ksamil i ka marrë jetën 20 vjeçarit Antonio Mateli. I riu ishte pasagjer në fugonin e mallrave i cili doli nga rruga duke lënë të plagosur edhe shoferin 22 vjeçar. Ky i fundit është jashtë rrezikut për jetën. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen u regjistrua pas ditën e së hënës në Ksamil. Sipas policisë, një automjet tip Benz i drejtuar nga shtetasi AG rreth 22 vjeç humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Si pasojë e aksidentit humbi jetën në vendngjarje pasagjeri i automjetit shtetasi Antonio Mateli, 20 vjeç. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:10 në rrugën e plazhit në zonën e lagunës në Ksamil, ku në vendngjarje mbërritën edhe forcat e policisë. Ndërkohë drejtuesi i automjetit u transportua në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhej jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor shkoi në vendngjarje dhe punoi për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit, si edhe për përcaktimin e shkakut të daljes së automjetit nga rruga. Ende nuk u bën të ditura shkaqet që çuan në daljen e automjetit nga rruga. Policia vijon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. 5 persona janë arrestuar në Sarancë të dyshuar se do të kryenin një vrasje. Arrestimet kanë ndodhur pranë një lokali në fshatin 6, ku 2 prej tyre kishin zënë prit me armë gati në një zonë pa ndriçim. Nga operacioni janë sekuestruar 2 pistoleta, municion, një silenciator dhe 2 automjete. Finalizohet operacioni policor i koduar silenciatori si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative. Fal informacionit të siguruar dhe ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të policisë, parandalon një ngjarje mundshme kriminale. Kapen në flagrancë dhe vjen në pranga 2 shtetas, të cilën në fshatin 6 pranë një lokali kishin nxjerrë armët e zjarrit nga automjeti dhe qëndronin në prit në një zonë pa ndriçim. Gjatë operacionit arrestohen edhe 3 shtetas të tjerë për veprën penale moskallëzimi i krimit. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistoleta, municion luftarak, një silenciator dhe 2 automjete. Si rezultat i informacioneve të siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë, në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë, njësia Fier, organizuan dhe finalizuan operacioni policor të koduar silenciatori. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë ndërhyn në kohë duke parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale dhe vënë në pranga në fshatin 6 shtetasit. SM 32 vjeç banues në Tiranë, AK 26 vjeç banues në Kavaj. Po gjatë operacionit u vënë në pranga edhe shtetasit, VH 20 vjeç banues në Kavaj, VP 31 vjeç banues në Tiranë, FB 21 vjeç banues në Kavaj. Nga veprimet e deritanishme hetimore, dyshohet se këta shtetas kishin ardhur në Sarandë me qëllim kryerjen e një vrasjeje. Shtetasit SM dhe AK u kapën në flagrancë në momenti kur po nxirrnin nga automjeti 2 armë zjarri pistoleta, municion luftarak dhe një silenciator. 3 shtetasit e tjerë, të cilët ndodheshin me ta, u arrestuan për veprën penale moskallëzimi i krimit. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit, identifikimin e objektivit të synuar dhe dokumentimin e plotë ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme.
Përtej profesionit të farmacistes tek piktura. Kjo është historia mbreslënës e artistes tashmë Irena Sota, një jetë si farmaciste prej 2 vitesh ka guxuar në pikturë, duke çelur ekspozitën e saj të parë mbrëmjen e së hënës në Pallatin e Kulturës. Prej profesionit të farmacistes tek piktura. Kjo është historia mbresëlënëse e artistes tashmë Irena Sota, një jetë në punë si farmaciste, ndërsa prej 2 vitesh ka guxuar në pikturë duke çelur ekspozitën e saj të parë. Ekspozitë e cila hapi dyert në Galerinë e Arteve në Pallatin e Kulturës mbrëmjen e së hënës. Në bashkëpunim me Qendrën e Kulturës së Vlorë, vjen për kënaqësinë e publikut një ekspozitë ndryshe e fokusuar tek natyra. Mirëmbrëma të gjithëve. Së pari, dua t'ju falenderoj që keni ardhur në çeljen e ekspozitës së Irenës. Është kënaqësi e veçantë për ne që të kemi Irenën pjesë të galerisë. Irena, pas një eksperiencë shumë vjeçare si një farmaciste shumë e suksesshme në Vlorë, ka nisur dhe ka zgjedhur pasionin e saj më të ri, po e quaj, që është piktura. Dhe dëshmia është më së e qartë që në këtë galeri sot kemi shumë pikturat të saj që janë shumë të bukura. Falenderojmë shumë Irenën që është sot këtu dhe gjithashtu juve. Në fjalën e saj, Irena Sota thot se disa vite më parë guxoi kur filloi sportin e hiking, ndërsa i pasioni ishte shtysa e saj për tek piktura. Gratë dhe vajzat sipas saj vendosin disa kufi, të cilat ajo ka guxuar t'i thyej, duke ushtruar një tjetër pasion, atë të pikturës. 2 vite më parë, siç tregonte vetë ajo, as nuk e mendonte të pikturonte, ndërsa tashmë vjen me një ekspozitë. Në fjalën e saj, Sota ka falenderuar për mbështetjen të gjithë ata që besuan tek ajo. Familjar dhe ardashës. Mirë se erdhët dhe ju falenderoj nga zemra që jeni sonte këtu për të ndarë me mua një moment që ka një domethënie të veçantë. Nuk kam njeri fjalëve të shumta. Për vite me radhë kam mësuar të flas më shumë me përkushtimin dhe me praninë time sesa me fjalët. Profesioni im më ka dhënë privilegjin të jem pranë njerëzve në çaste të rëndësishme të jetës tyre dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohëse. Ata më kanë mësuar se ndonjëherë edhe heshtja mund të jetë një formë e bukur komunikimi. Ndoshta për këtë arsye, kur jeta më vendosi përballë një periudhe të vështirë, nuk kërkova fjalë, kërkova veç rrugë. Hiking u bë ratisja ime më e bukur. Çdo shteg i ngjitur më rikthente besimin se kufijtë që vendosin janë shpesh vetëm në mendjen tonë. Dhe pa e kuptuar, një ditë dëgjova veten të thosha, unë mundem. Ndoshta ato çaste në male ishte piknisja për më shumë. Pak më vonë ishte një shkëndije bukur nga mikja ime Nela, artiste në rrugën e qëndisjes që më çoi drejt penelit. Guxova të vendos ngjyra mbi kanavac, fillimisht me droj, pothuajse fsheu nga vitja ime. Nisa të mësoj si autodidakte, duke vëzhguar, eksperimentuar, duke provuar dhe gjithmonë duke gabuar, dhe kjo është prej 2 vitesh. Edhe sot përballë çdo tabloje, mendoj se mund të bëja më mirë. Nga kjo kam kuptuar se arti nuk lind nga përsosmëria. Arti lind nga guzimi për të vazhduar. Për mua penelatat kanë qenë një drejtare drejt vetes, kanë qenë emocion, më kanë dhënë ngjyra në jetë që ta shikoj atë në dimensione më të mëdha, më kanë dhënë mundësi të jap prej shpirtit dhe po të marr paq prej jush. Më ka bërë të njoh njerëz të mrekullueshëm dhe të fitoj misi që nuk do t'i kisha imagjinuar kurrë. Po të më kishtë pyetur dikush përpara 2 viteve nëse do të hapja një ekspozitë, do qesha, do buzëqesha me veten time. Sot jam këtu dhe kuptoj që jeta na çon ndonjëherë në vende që nuk kemi guxuar kurrë që t'i ndërojmë. Dhe realisht nuk i kisha ndëruar kurrë që unë do merresha me penelin. Nëse do ta nisja jetën edhe një herë tjetër, ndoshta do të zgjidhja të studioja artet për lirinë e madhe të konceptimit të jetës. Por besoj se çdo përvojë që kam jetuar më ka sikur pikërisht në këtë mbrëmje këtu përballë jush. Këto piktura nuk janë vetëm ngjyra, secila prej tyre mbark një ndjenjë komunikimi, një ndjenjë kujtimi, një copë udhëtimi dhe një pjesë të shpirtit tim. Arti është i bukur sepse secili gjen historinë e vet në të. Unë nuk e di se çfarë do shihni ju sot, por di që do të jemi njohur se çdo çasti që do të ndalni përpara tyre do të kushtoni pak nga koha dhe vështrimi juaj. Nëse këto piktura do të arrin t'ju fali qoftë në një çast qetësie, një buzëqeshje apo një emocion të vogël, atëherë ato kanë përmbushur misionin e tyre. Në qendër të ekspozitës së Irena Sotës është natyra, ajo çfarë gjendet në zemër të saj. Ajo preferon më tepër teknikën me bojra akrilik, që shpalosin më tepër ngjyrat. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur për disa ditë në mjediset e Galerisë së Arteve në Pallatin e Kulturës.
Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.